Zoti Eno Bozdo. Faleminderit zoti kryetar, duhet ngre edhe unë një çështje e cila ka lidhje besoj unë me kuvendin dhe mbi të gjitha me atë ligj që u miratua në seancën e kaluar nga ky kuvend edhe me kundërshtinë e fortë të opozitës që kishte lidhje me portet turistike. Ju keni qenë dëshmitar, thirrja unanime nga deputetët e opozitës, nga ata që morën fjalën, po dhe qëndrimi i deputetëve të opozitës në komisionin parlamentare ka qenë që ky ligj jo vetëm që nuk duhet miratohet, por duhet të kthehet mbrapsht, sepse është në shkelje të ligjit shqiptar dhe direktivave kryesore për konkurrueshmërinë të Bashkimit Evropian. Dhe e pat besoj edhe reagimin e dieshëm shumë të ashpër të Bashkimit Evropian, i cili praktikisht me një fjalë tjetër, por në thelb i nxori 100% të vërteta të gjitha qëndrimet e opozitës. Pra, Bashkimi Evropian e rrëzoi ligjin që ju miratuat me të njëjtat argumenta që opozita dhe deputetët e opozitës e kishin rrëzuar dhe i kishin bërë thirrje këtij kuvendit mos ta kalonin. Për më tepër, Bashkimi Evropian ju referua dhe ligjit për investitorët strategjik, duke ju thënë që është një ligj i cili është futur në agjendën e reformave për të shfuqizuar. E meqense se këtu ka dashnor të vërtet të agjendës reformave dhe të angazhimeve tona kundrejt Bashkimit Evropian, ja pra ky është argumenti tjetër. Kështu që në qëndrimin tim nuk kam çfarë them më qartë. Ne i kemi thënë seancën e kaluar fakti që ai ligj dëmton konkurrencën dhe është ligj klientelist. Këtë e tha me gojën e tij Bashkimi Evropian dje, në një gjuhë as pak diplomatike. Është në nderin e këtij kuvendi t'i drejtohet presidentit të Republikës dhe t'i kërkoj unanimisht për hir të agjendës evropiane dhe për hir të kritereve të integrimit që mos ta dekretoj dhe t'ia kthej mbrapa kuvendit të Shqipërisë atë ligj. Faleminderit. Faleminderit. Ministrja Ismaili ka kërkuar fjalën. Zonja Riona Ismaili. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet. Në fakt, unë mendoj se ka gjithmonë një moment për